Po, çdo shta me të vetë, a mundet njeriu të jetë i mirë pa e falë namazin? Të qenit i mirë është një koncept i gjonë dhe që mund të kuptohet në mënyra të ndryshme. Na kemi plot njerëz të mirë në shoqëri, që ndoshta me namazin nuk i kanë punët mirë, ama është i sjellshëm. Është i ndershëm. Nuk është vjedhës. Nuk është i padrejt. Por ky komunikim dhe kjo jetë e këtij personi në shoqëri që është me njerëzit i mirë, është me shoqërinë i mirë, dhe në konceptin major, në mënyra të ndryshme, ai faktikisht mundohet që edhe njerëzive në përgjithësi mos ju bën padrejtësi dhe jeton jetën. Edhe gjithë njerëzit flasin mirë për ta. A kemi këse njerëz? Kemi në shoqëri. E na tash themi, kur ti me krijesat, si krijesë, sjellësh mirë dhe ke një kulturë të përgjithshme, pa marrë parasysh a besojnë ato apo nuk besojnë. Se na jemi në një shoqëri që jetojmë me besimtar, edhe jetojmë me besime të ndryshme. Edhe nëse dikush është njeri dhe ka besim tjetër ndaj teje dhe nuk është musliman, prap ne kemi një farë komunikimi me ta dhe kemi një farë sjellje me ta. Mirë po, kur ti me njerëzit këtu sjellesh, edhe kjo është shumë normale. Atëherë parashtrot pyetja, a mund të jem unë i mirë me këto njerëz? Padyshim se je i mirë. Po mirë, a mund të jesh i mirë me Allahun dhul xhelal kur ti se ke këtë komunikim me Allahun? Kur ti se ke këtë bisedë me Allahun? Ne e përmendëm pak më herët se biseda dhe komunikimi më i mirë është kur ti je me namazin. Edhe a mund të jetë i mirë njeriu pa e fal namazin? Na kemi qef që ki njeri të arrije grada më të larta të përsëshmërisë, se na nuk kemi të përsosur. Çdo kush prej nesh i ka ato të metat, i ka gabimet. Mirë po, nëse ti me njerëzit je i mirë dhe mund kuptohet mënyra të ndryshme kjo mirësia jote, pa më parasysh se me kën je duke u sjell mirë dhe me kën komunikon, mos e harro se para se gjithash sjelljen tënde, mirësinë tënde, kulturën tënde, tërbijen tënde, edukatën tënde, ta kesh edhe me Allahun dhul xhelal. E për me pasën me Allahun dhul xhelal, këtë kulturë të lartë, është namazi. Nëse ti je me namazin, faktikisht e ke marrë një disiplinë të përsosur. Ju ke nënshkru Zotit, edhe padyshim se kur ti i rregullon punët mirë me Allahun dhul xhelal, në këtë rast me namazin, beso se edhe punët tjera kanë me të ecën mirë e ma mirë në shoqërinë aty ku jeton.